Si drejtuesi një vendi të vogël si Shqipëria, kryeministri Edi Rama nuk e humbi rastin për të tërhequr, qoftë edhe për pak sekonda, vëmendjen e liderit amerikan, Donald Trump. Në përmbyllje të takimit të Bordit të Paqes, ai u përpoq të afrohej mes shumë delegacioneve të ndryshme, me synimin për një përshëndetje apo bisedë të shkurtër me presidentin e SBA-ve, një moment që në dukje justifikohej nga një kauzë e madhe. Nga lëvizjet dhe komunikimi i shkurtër, u kuptua se tema kishte të bënte me 4 ish-drejtuesit e lartë të UÇK-s, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi, të cilët prej vitesh ndodhen në paraburgim në Hag, nën akuza për krime lufte. Çfarë u tha saktësisht mbetet e paqartë, por u vure se Trump u kthye edhe nga presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, duke e vlerësuar publikisht për punën e saj. Edhe pse Rama arriti të sigurojë atë moment vëmendjeje, prania aktive e Osmanit në bisedë zbehu përpjekjen për ta paraqitur takimin si sukses personal. Në fund, si shumë lider të tjerë të pranishëm që kërkonin të binin në sy, edhe Rama ishte pjesës së njëjtës përpjekje diplomatike, por dinamika e momentit e ndryshoi narrativën e pritshme.